Në qoftë se mbani uthull molle në shtëpi, atëherë ju kurrë nuk do të vuani nga këto 3 probleme. Lajmin se uthulla e mollës është e shkëlqyer për shëndetin ka marrë dhënë, por ky produkt befason çdo ditë me përfitimet mbërslënse që ai ofron në dobi të shëndetit. Kur vjen puna te uthulla, ka gjithashtu një dilemë, se cila do të bëj elementet e saj ushqyes dhe kur është koha më e mirë për ta konsumuar atë në përditshmëri. Shumë njerëz e rekomandojnë edhe pirjen e uthullës së mollës në mëngjes me stomakun bosh. Të tjerët betohen për të mirat që vijnë nga uthulla e mollës nëse konsumohet çdo mbrëmje. Në shumicën e rasteve, sistemi i tretës nuk arrin që të përfitojë diçka më shumë se sa kafeja ose tërshëra dhe për uthullën as që bëhet fjala. Ekspertët bien dakord se para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Uthulla, efikasitetin e saj më të mirë e ka kryesisht kur varet nga koha që e konsumoni, në mënyrë që të marrë vlerat e duhura të trupit juaj, sidomos nga përdorimi i saj. Në këtë video, sipas brejtësajt, do të listojmë disa nga përfitimet që do të vinë për trupin tuaj nëse konsumoni uthull molle përpara se të shtriheni për të fjetur. Uthulla mund të jetë një ndihmë për shëndetin tuaj edhe në stabilitetin e luhatjeve të sheqerit. Studimet kanë treguar se pirja e uthullës së mollës në mbrëmje mund të jetë jashtëzakonisht mirëbërëse për persona të cilët kanë luhatje të ndryshme të sheqerit në trupin e tyre. Një studim i Arizona State University tregoi se pirja e 2 lugje dhe uthull molle të tretura në një gotë me ujë të konsumuara me pak djathtë përpara gjumit, së bashku mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë lehtësuese kundër këtyre inflamacioneve, duke siguruar një mbrojtje më të mirë të shëndetit dhe duke lehtësuar kështu edhe komplikacionet që i kanosen kundër luhatjeve të tyre. Uthulla e mollës është një produkt fantastik që lehtëson gjithashtu edhe fytyn e thatë. Gjatë stinës së ftohtë, gjasat që të prekeni nga simptomat e gripit dhe të ftohjes janë akoma dhe më të mëdha. Bakteret përgjegjëse për përtharjen e tyre shkaktohen nga acarimi i uthullës së mollës. Ekspertët rekomandojnë gjithashtu edhe pirjen e një gllënke me uthull molle 6 deri në 1 orë përpara gjumit, në mënyrë që të keni edhe një sistem më të mirë imunitar. Uthulla e mollës do të bëjë të keni një gjumë akoma më të mirë. Gjumi është shumë i domosdoshëm për të përballur me sukses me sfidat e ditës. Sekreti i një nate të qetë dhe gjumit të patrazuar mund të jetë uthulla e mollës. Një lugë gjedhe me uthull molle të shkrirë në një gotë me ujë të ngrohtë me mjalt ju vjen në gjumë. Ajo është e mirë kundër erës së keqe të trupit dhe të gojës. Era e keqe e gojës mund të jetë e tmerrshme kryesisht në mëngjes, por ju mund të merrni sasi për të parandaluar atë që mund të shkaktojë ajo. Duke pirë një lugë çaji uthull molle të tretur në një gotë me ujë, mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë kundër bakterieve që lulëzojnë në gojën tuaj. Uthulla e mollës do të zhbllokojë hundët. Pamundësia për të përthithur ajër përmes hundës është e tmerrshme. Uthulla e mollës ju vjen në ndihmë për të zhbllokuar hundët dhe rrugët e frymëmarrjes sepse është e pasur me kalium, magnez, vitaminën A, vitaminë B1, B2 dhe E. Shtoni një lugë çaj uthull molle në një gotë me ujë dhe e pini atë ngadalë përpara gjumit. Uthulla e mollës ndihmon edhe me tretjen. Nëse zgjoheni në mëngjes me dhimbje abdominale, fajin e ka tretja. Ky lëng fantastik zgjidh probleme me tretjen, zorrën dhe urthin. Pini një lugë çaj uthull molle në një gotë me ujë të tretur përpara se të flini. Megjithatë, kur ta pini, sigurohuni që nuk po merrni medikamente të caktuara dhe nëse jeni në këtë fazë, konsultohuni me mjekun tuaj për të evituar komplikacionet. Shija dhe aroma e uthullës së mollës mund të përbëjë një faktor pengues për përfitimet dhe vlerat e këtij produkti, po pavarësisht aromës dhe shijes, uthulla e mollës mund të përshkruhet gjithashtu si burim i rinisë së përjetshme. Studime të ndryshme kanë treguar se uthulla e mollës mund të ofrojë një sër vlerash nëse tretet në një gotë me ujë dhe konsumohet vazhdimisht në dietën tuaj. Por si mund ta pini uthullën e mollës? Uthulla e mollës ka një përmbajtje të lartë acidike, ndaj mund të shkaktojë djegësirë në zonën e fytit. Por pasoj, ajo nuk rekomandohet të pihet direkt nga shishja. Ekspertët thonë se
Uthulla e mollës duhet të tretet në një filxhan me ujë përpara përdorimit. Ata sugjerojnë jo më shumë se 1 deri në 2 lugë çaji uthull molle në ditë, të tretura në një filxhan me ujë për të marrë përfitimet e saj dhe për të evituar gjithashtu ndikime negative në organizëm. Por çfarë ndodh me organizmin tuaj nëse shtoni uthullin e mollës në përditshmërinë e dietës suaj? Do të keni më pak probleme me stomakun. Uthulla e pafiltruar e mollës është e pasur gjithashtu me fibra që mbrojnë shëndetin tuaj të stomakut. Përveç tretjes dhe problemeve të paksuara me stomakun, uthulla do të shërbejë si një laksativ i zgjidhur edhe kundër problemeve të konstipacionit. Ajo do të rregullojë gjithashtu edhe pH-in. Uthulla e mollës do të ndihmojë në rikthimin e ekuilibrave të pH-it, veçanërisht të ato të lëkurës dhe të flokut. Ju mund të aplikoni atë në lëkurë dhe në flokë çdo mëngjes dhe në mbrëmje, duke tretur atë gjithmonë në një gotë me ujë për të marrë efektet më të mira dhe për të evituar gjithashtu edhe komplikacione të ndryshme. Sigurohuni që uthullin e mollës ta përdorni në vazhdimsi të dietës suaj. Por sa kohë ajo është e tretur në një filxhan me ujë, vlerat e saj do të jenë të larmishme, sidomos nëse nuk e tepëroni me konsumin e saj. Uthulla e mollës është një produkt fantastik që mund të mbajë larg gjithashtu edhe problemet e infeksioneve, duke lehtësuar gjithashtu edhe komplikacionet e tyre. Myku dhe infeksionet janë gjithmonë një rrezik i vazhdueshëm, të cilët mund të ndikojnë në organizmin që të dalë jashtë kontrollit. Uthulla e mollës përbën një recetë shumë të mirë kundër mykut dhe infeksioneve që prek gjithashtu zona të ndryshme të trupit. Studimet kanë treguar se përfshirja e uthullës së mollës në trupin tuaj mund të mbajë larg edhe toksinat. Uthulla e pafiltruar e mollës ndihmon në detoksifikimin e mëlçisë. Mjafton të tresni një lugë çaji uthull molle në një gotë me ujë dhe ta pini atë rregullisht. Uthulla e mollës do ju ndihmojë në rikthimin e peshës së rregullt. Uthulla e mollës do të rrisë ndjesinë e ngopjes, sidomos nëse e pihet gjatë një vakti të pasur me karbohidrate. Ekspertët thonë se konsumi i uthullës së mollës ndihmon në paksimin e depozitave dhjamore dhe në mënyrës për të rënë nga pesha. Ndaj sigurohuni që ta përdorni atë si duhet në përditshmërinë tuaj. Për sa kohë nuk e teproni dhe konsumoni si duhet, uthulla e mollës do të jetë mirë në rastin tuaj. Së pari, uthulla e mollës mund të ndihmojë që të absorboni më tepër ushqyes nga ushqimi. Së dyti, ajo mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë që mund të shtohet në dietën tuaj. Një studim zbuloi se konsumi i uthullës së mollës para ushqimit ul gati për gjysmë nivelin e glukozës, por kjo nuk do të thotë se mund të jetë një zëvendësues i medikamenteve. Kur konsumohet e tretur në një gotë me ujë, mund t'ju ndihmojë që të hani më pak. Pirjet e uthullës së mollës me stomakun bosh mund të bëjnë që të dobësoheni, por nuk duhet të përdoret në pjesën më të madhe të kohës. Megjithatë, ekspertët tregojnë se nëse doni të përgatisni uthullin e mollës në kushte natyrale, atëherë edhe përfitimet e saj do të jenë mbreslënse. Ajo mund të veprojë si një tonik. Një tjetër motiv interesant për të larë fytyrën me uthull molle është se ajo shërben si një alternativë ndaj tonikut. Absorbimi i aciditetit acik dhe alfa-hidroksik të saj mbyllin porët dhe tonifikojnë indet, duke shmangur vajrat e lëkurës dhe rrullat e hershme. Gjithashtu, uthulla e mollës është një zgjedhje shumë e mirë edhe për sebumin e tepërt të lëkurës. Acidet organike që gjenden te uthulla e mollës do të rregullojnë pH-in e lëkurës duke reduktuar prodhimin e tepërt të sebumit. Këto substanca kanë efekte të fuqishme vepruese të lëkurës në reduktimin e disa papastërtive dhe problemit të akneve. Larja e fytyrës me uthull molle lejon largimin e toksinave që qëndrojnë tek poret. Për pasojë aplikimi i rregullt i saj, një zgjedhje alternative kundër pikave të zeza dhe puçrave mund të jetë një reduktim shumë i mirë kundër akneve. Uthulla e mollës mund të zbejë edhe shenjat e moshës. Uthulla e mollës përdoret për shkak të përmbajtjes alfa-hidrokside ose AHA, një gjendje që largon qelizat e vdekura që shkaktojnë shfaqjen e njollave të moshës. Pasi absorbohen nga lëkura e fytyrës, aktivizojnë qarkullimin e gjakut dhe procesin e rigjenerimit të qelizave. Uthulla e mollës mund të shërbejë kundër djegjeve nga dielli. Larja e fytyrës me uthull molle gjithashtu zvogëlon agresivitetin e problemeve të lëkurës ose edhe shfaqjes së komplikacioneve të tyre. Valvetive antioksiduese dhe antiinflamatore, përdorimi i saj drejt për drejt redukton djegjet nga procesi i diellit dhe gjithashtu lehtëson acarimet e tyre.
Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tuaj.